Të nderuar rektor, prorektor, dekan, mësimdhënës, student të dashur, përshëndes ekselencën, ambasador, përfaqësues të OPSE-s, prefektin e Bujanovcit, përfaqësuesit e mjeteve informative. Kam derë dhe kënaqësi të veçantë, si dekan i Fakultetit Ekonomik, pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës, ta përshëndes këtë të bëjmë mashtor, nga mësimdhënës, bashkëpunëtor, student, që paraqiten si konsument direkt të shërbimeve tona intelektuale, ku në të gjitha jemi në funksion të tyre. Në interes të kohës, më lejoni të shpreh dëshirat të sinqerta për dekan e Fakultetit Ekonomik në Bujanovc, i cili do të krijon kuadër profesional nga lamit ekonomike, sidomos rajoni ka kuadër deficit nga lëmit ekonomike. Prandaj, për shkak të kësaj situate, u dëshiroj fillim të mbar për shumë vite dhe shumë decenje që ky fakultet të shndrohet në universitet për krijimin e kuadrave profesionale. Ju faleminderit për vëmendje. E falenderojmë profesor Selimin. Komuna Bujanovcit që nga viti 2002 ka qenë çdo herë interesuar që për nxënësit e këtushëm të mundësohet shkollimi superior dhe ka qenë nismëtare e iniciativave të ndryshme për hapjen e degëve të fakulteteve respektive, që nxënësit tanë të kenë më lehtë ta vazhdojnë shkollimin dhe aftësimin e tyre profesional. Edhe për hapjen e këtij fakulteti ekonomik në komunën tonë, një përkraje të madhe dhe kontribut konkret ka dhënë pushteti lokal duke siguruar hapësirat për vitin e parë të hapjes së tij, por edhe si vjet ka siguruar lokalin për vitin e dytë të studimeve, duke participuar me një shumë të konsiderueshme në pagesën e qiras së bashku me zyrën e USB-s këtu në Bujanovc. Por edhe duke ndarë mjete për studentët që vetë financohen studimet në këtë fakultet, duke bërë pagesën e një numri të këtyre studentëve për të regjistruar në vitin e parë dhe në vitin e dytë të fakultetit ekonomik. Komuna jonë ka si objektiv dhe synim aftësimin e kuadrave profesionale në të gjitha lëmit dhe shpresoj se ky fakultet nuk do të mbetet vetëm me këtë drejtim, duke shpresuar në hapjen e drejtimeve tjera, por gjithnjë duke pasur prioritet zhvillimin ekonomik të komunës në suaza të ekonomisë së tregut. Hapja këtij drejtimi, por edhe të drejtimeve tjera eventuale, duhet të ketë në konsiderat gjithnjë edhe një numër të madh të studentësh tanë të cilët studiojnë në për universitete të ndryshme të vendeve të Ballkanit, çka nuk kupton se ata student nuk duhet të lihen pas dore në llogaritë të studentëve që do të studiojnë në Bujanovc. Do të them një thënie të një profesori tim të nderuar. Një popull që mendon për një vit mbjell grun, një popull që mendon për 10 vjet mbjell penë, ndërsa një popull që mendon për 100 vite hap universitete. Të nderuar pjesëmarrë, edhe një herë ju uroj hapjen dhe vazhdimin e suksesshëm të këtij instituti të rëndësishëm akademik. Fala, thank you, faleminderit.